nga kjo punë. Sefa, pra do eliminojnë këta që kanë shumë pasuri, që s'kan ku të shojnë paratë e blenë nga 5-6 hyri, dhe i mbajnë mbyllur. Po më ka shumë që i mbajnë mbyllur. Padyshim që këto që i mbajnë mbyllur do ketë deri diku një frenim, do thot nuk po e blej një 6, se 5 bolli kam. Por duhet parë pak në termin e politikës sociale në përgjithësi, sepse çdo vendim i Bankës Qendrore padyshim që ka një impakt social. Grupet vulnerabël në radhë parë, po edhe çiftet e reja do ta kenë, ta themi troç, do ta kenë më të vështirë që të marrin një kredi për të blerë një pronë. Padyshim që efekti që mund të ketë mbi çmimet, mund të jetë çmimet e pasurive të palyshme, mund të jetë diskutueshëm, mund të jetë frenues, mund të jetë në thonjza pëllësit si një fluskë, nuk i dihet akoma shumë herët për ta thënë. Dim që në vitet e fundit shitjet e pasurive të palyshme kanë rënë në krahasimisht me vit me vitet më parshme. Kam përshtypjen se doja Shkëmbi duhet ta di më mirë. Ka përshtypjen s'kanën. Të dhënat na ka filluar që nga 2023 ftoja, le 2024 ka qenë më pak shitje se 2023. Në stratosferë. Çmimi është një, më falë, po e shpjegoj pak më vonë. Çmimi është një defekt strukturor në industrinë tonë imobiliare. Po dëgjoja një investitor amerikan që thoshte, e dini pse ndërtojnë kaq shumë pallate në Florida? Sepse vetëm në Florida nga 50 shtete amerikane lejohet që ti të përdorësh lekët e blerësit. Pra, lekët e rezervimit të pronave. Në pjesën më të madhe, në Amerikë, investitori duhet të kreditohet nga banka ose të ketë lekët e veta. E para ble pronën, duhet ta blesh pronën, nuk jep 40% pronarit tokës. E dyta, ti duhet kesh diku tek 70-80% si investitor lekët e tua, kapitalet e tua. Jo, hajde tu tek e hajde po bëjmë pallat. Po, ndërsa këtu ndërtimi në pjesën më të madhe mbi 80% bëhet me lekët e konsumatorit. Pra ne japim lek ndërtuesit që ndërtoj pallatin e të na shesin e hyrjen shtrenjtë. Është një nonsens tipik shqiptar. Dhe kemi parasysh që konsumatori fundor është i pambrojtur. Konsumatori e di se po i fut lekët në përdo gropat e Tiranës dhe i kanë të mbrojtura. Po falimentoj. Larg qoftë, ka një problem shëndetësor, konsumatori është i pambrojtur. Dy grupet që rrezikojnë më shumë është konsumatori dhe nën-kontraktori. Sepse pallatet ndërtohen me clearing, nga nën-kontraktor, nuk ndërtohen me kapitale. Është një defekt strukturor që herët a vonë do shpaloset i tëri dhe ne do duhet marrim masa ekstreme për ta zgjidhur. Për momentin, si thot George Soros, trendet tot janë si vallet, kërcehen derisa të mbarojë muzika. Nuk ka mbaruar muzika. Sefa, si mund bëhet, cilat mund të jenë politikat që atë shembullin që dha Shkëmbi është tamam. Si mund të bëhet në Shqipëri, kush janë mekanizmat që ne ta frenojmë këtë? Tash fatkeqësisht apo fatmirësisht legjislacioni jon e lejon që blerësi fundor të mos konsiderohet investitor, sepse ky është rasti tipik kur ti je para një ndërtuesi për ndërkohë që ajo ka thjesht projektin letër, akoma pra nuk ka filluar ta ndërtojë. Ti teorikisht firmat piramidale. Ti teorikisht duhet konsiderohesh investitor, pra vetëm një investitor mund ta bëjë këtë gjë, po legjislacioni jon e lejon që ti thjesht konsiderohesh prap konsumatori final. Pra blerësi përfundimtar që do marrësh apartamentin në katin e 5, i cili është në ajër për momentin, nuk ekziston dhe nuk i dihet derisa të vijmë tek hipotekimi, por ti legjislacioni jon e lejon. Tani a duhet ndryshuar apo kjo pjesë legjislacion, dhe unë jam dakord që po. Është momenti që të ndërhyhet me themel në legjislacionin e ndërtimit. Po, për sa i përket pjesës politikës monetare, Banka e Shqipërisë në një farë mënyre konstatoi që muzika në thonjza po ngandalcohet. Dhe konstatoi që po kemi një problem, po kemi një shkëputje të çmimeve në tregun e pasurive të patundshme, i cili është për te kritereve bazë, pra atyre që indikatorët lagging, po përdor termin në anglisht, indikatorët bazë të tregojnë kush janë faktorët kryesorë që përcaktojnë çmimin, përveç stimulit financiar. Dhe kur stimuli financiar bëhet një ndër faktorët kryesor, atëherë hapet shumë kollaj dera e spekullimit. Dhe dëmin në fund fare paguan konsumatori, sepse konsumatori është blerësi i fundit, është ai i cili do të mbajë edhe koston e kredis vet, po do të mbajë edhe në rast falimenti humbjen e parave që ka përdorur vetë. Nuk po flasim për rastin e depozite bankare, ku deni shumë caktuar, rreth 250.000 euro në Republikën e Shqipërisë, ti i ketë garantuar nga Agjencia e Sigurimit Kredive. Depozitave, më falni. Në rastin konkret, ti nuk ke asnjë siguri dhe garanci kur e jep një ndërtuesi, dhe nuk ke as investitor në kontratë, pra që të kesh disa kushte si një investitor që mund të marrësh pjesë nga asetet që mund të ketë firma ndërtimit të ndërtuar atjerë. Efekti që unë pres të japi tek sidomos grupet vulnerabël është shtrëngues. Që do të thotë do ta kenë më të vështirë për të aksesuar kredive, dhe do duhet që shumë paraprake të cilën ato do duhet ta vëjnë down payment, ta kenë madhe.